Bismillahirrahmanirrahim. Allahu i lartë madhruar, i cili është krijues, pasi që i krijoi krijesat, i krijoi me lajket, i krijoi shejtan dhe gjint, i krijoi tokën dhe qiejt, e krijoi njeriu, e krijoi xhenetin dhe xhehenemin, e zbriti njeriu në tokë dhe i japi mision. Gjatë shekujve Allahu i lartë madhruar dërgoi të dërguar që në total, sikur se thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kanë qenë mbi 124.000 të dërguar pejgamber. Prej tyre të pajisur me shpallje dhe prej të tjerëve që pasonin shpalljen paraprake. Allahu i lartë madhruar dërgoi libra, dërgoi fletushka që njerëzit mos të kanë asnjë arsye për të argumentuar kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Allahu i lartë madhruar thot: "Rusulan mubashirin wa mundhirin", të dërguar që ishin përgëzues dhe ishin ata që tërheqnin vërejtjen njerëzve, në mënyrë që kur dalin para Allahut askush mos ketë ndonjë arsyetim, apo askush mos tankohet sepse nuk ka pas mundësi me ditë të vërtetën. Allahu i lartë madhruar nga gjithë pejgambert e veçoi Muhammedin alayhi salatu wassalam si vullën e gjithë pejgamberve, dhe nga gjitha shpalljet e veçoi Kur'anin si përmbledhje e të gjitha shpalljeve. Allahu i lartë madhruar kur tregon për Kur'anin e tregon fuqinë e tij, ashtu sikur se thot: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah." وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kur'ani sikurse t'i zbriste kodrave dhe maleve, do t'i bënte hi e plur nga frika ndaj Allahut subhanahu wa taala. Aq e madhe është fuqia e Kur'anit, saqë edhe malet dhe kodrat do të bëheshin hi e plur nga frika ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kur'ani u bë i adaptuar për zemrën e njerëzit. Andaj Allah subhanahu wa taala krijoi njeriu në atë formë dhe ja adaptoi zemrën e tij që kur të futet Kur'ani në zemrën e njeriu, të jetë kënaqësi, të jetë udhëzim, të jetë shërim, të jetë çdo gjë e bukur dhe e dashur që ka me jetu jetën me Kur'anin dhe do të ringjallet me Kur'anin. Allah subhanahu wa taala e bëri shpallin ligj dhe e bëri Kur'anin sistem të jetës. Allah subhanahu wa taala tregoi se Kur'ani është shërim: "Wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin." Ne do të zbresim nga Kur'ani që është shërim dhe është mëshirë për ata që besojnë. Allahu i lartë madhruar tregoi se ata që ja kthejnë shpinën këtij Kur'anit do të kenë jetë të mjerueshme, do të kenë devijim, do të kenë errësirë, do të jetojnë në probleme të ndryshme, në preokupime dhe asesi s'kan me pas jetë të mirë, ashtu sikur se thot Allah subhanahu wa taala: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ai i cili ja kthen shpinën udhëzimit tim, ai i cili ja kthen shpinën fjalës time, Kur'anit, ai ka me pas një jetë të mjerueshme, dhe kur do të ringjallet para Allah subhanahu wa taala, do të jetë i verbër. Ai i cili ka jetu jetën i verbër në dunja, i verbër përballë Kur'anit dhe shpalljes Allah subhanahu wa taala, ai do të ringjallet i verbër edhe para Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tregu se ai i cili don me qenë me privilegj dhe i ngritur do të kapet me patjetër me Kur'anin, dhe ajo zemër që don me pas gjallëni do të me jetu me Kur'anin. Atëherë edhe Uthmani radiallahu anhu ka thënë: "Nëse zemrat tona kishin me qenë të pastërta, nuk kishin me ngop asnjëherë me Kur'anin." Po ashtu sikur se Uthmani radiallahu anhu transmeton hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Ma i miri për juve është ai i cili mëson Kur'anin dhe ja mëson tjerëve. Andaj e gjithë jeta e njeriu sillet rreth Kur'anit. E gjithë kënaqësia është me Kur'anin, shërimi është me Kur'anin, kënaqësia është me Kur'anin, udhëzimi është me Kur'anin, jeta, vlerat, edukimi dhe udhëzimi është i tëri me Kur'anin. Andaj jeta jon do të jetë e ngritur dhe do të kemi privilegj vetëm atëherë kur kena me privilegju jetën tonë me këtë Kur'an. Andaj dhe Allah subhanahu wa taala thot: "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." A nuk meditojnë me Kur'anin, apo zemrave të tyre i kanë vendosur dry, e kanë bllokuar zemrat e tyre, e kanë mbyll zemrat e tyre. Kënaqësia është vetëm atëherë kur merremi me Kur'an. Andaj e shohim Allah subhanahu wa taala e ka privilegju Gjibrilin alayhis salam nga me lajket sepse është besniku i shpalljes. E ka privilegju Muhammedin alayhis salatu wassalam si vula e gjithë pejgamberve me këtë shpallje me Kur'anin, dhe ka veçu ummetin e Muhammedit alayhis salatu wassalam sepse është ummeti i Kur'anit. Ky Kur'an është mirësi, kjo shpallje është kënaqësi
dhe para Allahut subhanahu wa taala kemi më dalë me këtë shpallje. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, ai i cili e vendos Kur'anin para ti, ky Kur'an ka me çunë në xhennet, ndërsa ai i cili e vendos Kur'anin pas shpinës ti, ky Kur'an ka me çunë në xhenem. Ashtu sikur se thot pejgamberi sam, Kur'ani është dëshmues që i pranohet dëshmia para Allah subhanahu wa taala. Atëherë kur krejt kanë me të lonë, ka me ik, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. A ditë kur dalin para Allah subhanahu wa taala, ka mu largu nona prej fëmis, e baba prej fëmis, e ka mu largu vllau prej vlaut, e ka mu largu shoku prej shokut. Në atë moment vetëm Kur'ani ka me ardhë dëshmitar, varësisht sikurse e ki trajtu ti Kur'anin. Nëse e ki trajtu në mënyrën e duhur, ka me qenë dëshmitar, sikurse ka thënë pejgamberi sa proteje. E nëse nuk e ki trajtu Kur'anin në mënyrën e duhur, ka me qenë dëshmitar kundër teje. Andaj jetoj e jetën me Kur'an që kur del para Allahut tjetë dëshmitari që i pranohet dëshmia, e jo Kur'ani tjetë dëshmitar kundër teje, dëshmitar në dunja dhe dëshmitar në ahiret. Kjo është Kur'ani që ta mundson me përjetu xhenetin duke qenë tokë në këtë dunja dhe xhenetin duke qenë para Allahut subhanahu wa ta'ala.